Kongresmeni Amerikan bën thirrje 4 shteteve të NATO-s për njohjen e Kosovës. Kongresmeni Amerikan Keith Self u ka bërë thirrje 4 shteteve anëtare të NATO-s që ta njohin Kosovën. Kongresmeni vë në dukje se integrimi i plot i Kosovës në strukturat euroatlantike është thelbësor për stabilitetin e rajonit. Self u në dukje se fakti që Kosova është një nga partnerët evropian më besnik të Shteteve të Bashkuara. Përderisa Greqia, Rumania, Spanja e Slovakia refuzojnë të njohin aleatin tonë në Ballkan, atëherë s'do ketë rrugë drejt aspiratës së Kosovës për anëtarësim në NATO. Këta partnerë të NATO-s i bashkohen Kinës, Rusisë dhe Serbisë në refuzimin e njohjes pavarësisë Kosovës. Kosova ka dëshmuar një përkushtim të qartë për stabilitetin rajonal dhe harmonizimin strategjik në NATO, ka thënë Self në një seancë në Kongres.